Një aksident me makinë i mori jetën në mënyrë tragjike Fatjon Bunjakut. Futbollisti i Elbasanit ndroi jetë sot pas mesnate, ndërsa ishte duke udhëtuar me makinë në aksin Prishtinë-Mitrovic. 22 vjeçari u afrua tek Elbasani në verën e kaluar. Sulmuesi po ashtu regjistronte paraqitje me Kosovën U21, ndërsa para eksperiencës me Verdhe Blut kishte luajtur me Malishevën, Gjilanin, Lirin dhe Trepçën. Ka ndëruar jetë tragjikisht Fatjon Fatmir Bunjaku. Të nderuar bashkëvendas, ju njoftojmë që mbrëm në një aksident tragjik ka ndëruar jetë Fatjon Fatmir Bunjaku. Për ditën dhe orën e varimit do t'ju njoftojmë me kohë, shkruhet në njoftimin e publikuar në rrjetet sociale nga fshati Samadrexhë i komunës së Vushtrrisë. Klan Kosova ndërkohë ka shpërndar edhe një foto nga aksidenti. Rasti i rënd i ka tronditur të gjithë, ndërsa Bunjaku sapo kishte mbyllur një sezon pozitiv me Elbasanin.